Trump bie në grackën e Putinit, 5 gabime strategjike që mund t'i kushtojnë SBA-s. Në një analizë botuar në gazetën prestigjioze amerikane New York Post, e cila zakonisht qëndron pranë qëndrimeve të Trumpit, kritikohet ashpër mënyra se si presidenti amerikan po vepron ndaj Vladimir Putinit. Autori i shkrimit, Rich Lowry, kryeredaktori i revistës konservatore National Review, argumenton se Trump po bie vazhdimisht në grackat e Kremlinit dhe se veprimet e tij mund të kenë pasoja serioze për Shtetet e Bashkuara dhe aleancët e saj. Analiza identifikon 5 gabime thelbësore strategjike në qasjen e Trumpit ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe ndaj vetë Putinit. Pabarazi e dukshme në trajtim. Sipas Lowry, Trump ka ushtruar më shumë trysni ndaj presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se sa ndaj Vladimir Putinit. Zelensky ishte vënë në presion vazhdueshëm nga SBA, ndërsa Putini kurrë nuk ka ndier presion të tillë nga ana amerikane, shkruan ai. Zelensky pas një takimi të tensionuar në zyrën ovale muaj më parë duket se ka kuptuar mesazhin dhe është përpjekur të tregojë se është i gatshëm për kompromis ndryshe nga agresori rus. Trump më shumë se terapist se sa udhëheqës. Analiza vëren se Trump është treguar tepër mirë kuptues dhe qëndrimqar ndaj Putinit, ai u soll më shumë si terapist që flet me tone të buta dhe pa gjykime, shkruan ai. Madje edhe kur Rusia nisi sulme masive ndaj Kievit në prill, Trump reagoi me një postim të zbet në rrjetin Truth Social, Vladimir ndalon. Putini është një numër më i madh për Trumpin. Lauri argumenton se Putini synon të zvarrisë konfliktin për ta lodhur SBA dhe për ta detyruar Trumpin të heqë dorën nga ndihma për Ukrainën. Kjo, sipas artikull shkruesit, do të sillte përçarje mes SBA dhe Evropës, një objektiv i qartë i Kremlinit. Edhe pse Trump ndonjëherë percepton manipulimin e Putinit, ai nuk ka arritur të ushtrojë asnjë ndikim real mbi të, gjë që bie në kontrast me pretendimet e tij për aftësitë të larta negociuese. Në grackën e propagandës ruse, një tjetër shqetësim i ngritur është se Trump duket se ka përvetësuar narrativën pro-ruse të ndjekësve të tij, cilët besojnë se Putini është provokuar nga perëndimi dhe nuk është ai problemi kryesor. Por faktet janë të qarta. Putini e ka bërë të ditur se ekzistenca e Ukrainës si shteti i pavarur është arsyeja themelore e luftës së tij dhe jo provokimet e jashtme. Negociatat si iluzion. Në vend që të këmbgulim në armë pushim dhe të vendos kushte të qarta për negociata, Trump po kënaqet vetëm me premtime boshe nga Rusia për dialog, edhe pse bombardimet ndaj Ukrainës vazhdojnë. Sipas autorit, kjo është një strategji e rrezikshme që vendos Shtetet e Bashkuara në një pozitë të dobët ndërkombëtare.